Mbi 120 pacientë të grup moshave të ndryshme paraqiten çdo ditë për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier si pasojë e virozave sezonale dhe gripit. Mjekja Ilva Çuni thotë se nuk kanë munguar edhe fatalitetet. Kemi patur një sezon mjaft të ngarkuar, sidomos gjatë muajit nëntor dhe dhjetor, kur është vënë re piku i rasteve të paraqitura me gjendje virale. Simptoma më të shpeshta të këtyre pacientëve kanë qenë temperatura, kolla e thatë, grup moshat më të prekura kanë qenë grup mosha 15-25 vjeç dhe grup mosha 7-10-80 vjeç. Është vënë re që kjo virozë ose kjo gjendje gripale gjatë kësaj periudhe të vitit, krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një kozgjatje më të gjatë në kohë. Po sipas mjekes Çuni, në pikun e gripit në muajt nëntor dhe dhjetor, numri vizitave arriti në 160 në 24 orë, ndërkohë që ka theksuar se janari ka shënuar rekord qytetarësh që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në urgjencën e Fierit, ku numri tyre ka arritur në 4000. Në momentin e pikut, gjatë periudhës nëntor-dhjetor, por edhe tani në fillim janari, pacientët e paraqitur ka qenë maksimalisht në një numër rreth 150-160. Është vënë re që këto 2 javë ka rënë fluksi, maksimumi gjatë 24 orësh janë paraqitur rreth 120 pacientë, që përsëri konsiderohet një numër goxha i lartë. Më të prekur nga gjendjet virale kanë qenë të sëmurët kronik, të cilët janë hospitalizuar, ndërkohë që mjekja Çuni ka bërë thirrje për vëmendje të shtuar në përdorimin e antibiotikëve, të cilët duhet të përdoren vetëm me rekomandimin e mjekut të familjes. Pacientët, sidomos gjatë ditëve dhe orëve të parë të temperaturës, të trajtohen në shtëpi, të marrin ulës temperature, antipiretik dhe të trajtohen tek mjeku i familjes. Gjithashtu rekomandojmë që mos të përdorin antibiotik në mënyrë abuzive, do të thoja, duke konsultuar vetëm me farmacistin pa bërë një konsult ose një këshillim paraprak me mjekun e familjes. Pavarësisht fluksit të lartë të pacientëve, urgjenca e Spitalit Rajonal të Fierit ndodhet në gatishmëri të plotë me personel të mjaftueshëm për të përballuar nevojat e qytetarëve për ndihmë mjekësore, ndryshe nga vitet e kaluara, kur mungesa e mjekëve ka bërë që mbi ngarkesat të përballohet me vështirësi.